Alma, më ka bërë përshtypje, ti e ish student e Akademisë Arteve, Gjeri Luca ish student e Akademisë Arteve, Gonxha ish student e Akademisë Arteve, Edi Rama ish student e Akademisë Arteve. Qa ka nxjerrë e shkollë kështu? Është formimi, është talenti, është nuhatja juaj, se gati jeni bërë të njohur, jeni bërë shkëlqeni në fushat që keni zgjedhur. Qa, ka ndonjë sekret ajo shkollë? Akademia e Arteve është liri. Që kur hyn në Akademinë e Arteve është ajo godina e bukur, do të thonë të jep, po, është një gjë e madhe. Kupton, ne jemi rritë në pra apartamentet vogla të kohës së verës. Edhe unë qytet jam rrit. Kemi pas ato apartamente dy dhoma e kuzhinë. Dhe ti kur hyn aty me ato sallat e mëdha, me ato se salla e Akademisë së Arteve ka qenë nga sallat më të mira, që ka pas edhe akustikën më të mirë. Ne kishim studio që punonin, muzika, aktrimi, piktura. Po, do me thënë, edhe mësuesat, unë mbaj mend Mira Gjatën. Mira Gjata më jep të fjalë artistike. Aktorja e njohur. Dhe ne ishim 18 vjeç. 18 vjeç dhe Mira Gjata ndez një cigare, mos më shëndodh, se unë vija nga gjimnazi, ndez cigare, ulet në tavolinë dhe thot prezantohuni. Me atë lishmë. Do të thonë mua më duket një gjë shumë avangard kjo gjë. Flas për 92-shin. Do të thonë ne me imagjino mu. Më ka dhënë Çimxhepa Bujar Lako. Emrat më të mëdhenj të po, sepse ka qenë një periudhë shumë tranzicioni dhe gjithë aktorët e mëdhenj të asaj kohe gjetën një lloj ngushëllimi duke dhënë mësim në Akademinë e Arteve. Sepse ra arti, ra teatri, ishte një tranzicion shumë. Yllka Mujo, kam pas fatin punoj edhe me Yllka Mujën. Domethënë unë kam me Birça Haskon. Gjithë emrat e litarë. Dhe ajo të jep, sepse ti nuk e ke mësues ata, ti ke koleg, i ke shok.